Buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Kushdo që han këtë bukë do t'jetojnë për amshim. E buka që unë jap është trupi jem për jetën e botës. Janë fjalë të pushtetshme të Krishtit, të cilat premtojnë amshimin, që na bojnë me jetu amshimin që është në këtë tokë, të cilat dojnë me na bë pjesë të asaj lumnijet pafundme, sepse e meritojmë me kënë aty. Sepse prej mend ka vdek për ne, ka dhënë jetën për ne për një gjë. Kisha në sakramentin e vajimit i ka dhënë edhe i jep të smurit kungimin viatikus, e ushqen me Krishtin në mënyrë që kur dalin para Atit të mos shohin mëkatet e gabimet e njerit, por të shohin Krishtin, birin e vet të pranishëm në atë njeri. Ushqehu me Krishtin. Merrat në zemrën tënde, në shpirtin tënd, banu njimet e në mënyrë që Ati të të njohin ty si birin e tij përmes Krishtit, birit të tij të vetëm, që ka dhuru vetveten për shëlbimin e pështimin tonë.